Dashuria Allahu xhallahu shanu, një shoku Profet sallallahu alaihi wasallam vin. Jaa Arabiyan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Imam Bukhari Anas radhiyallahu anhu, është ravi transmetues. Shoku Profet alaihi salam, thotë erdhi një fshatari edhe ka bërë pyetje dërguar Allahu xhallahu shanu. O dërguar Allahu xhallahu shanu, mata saa? Kur është kiamet? Dërguar Allahu xhallahu shanu, "Wa ma adatta laha?" Çfarë përgatitje ke bërë për atë ditë që duke pyetur? Se këtë pyetje bën robi kur është përgatitur diçka mirë. Edhe thotë dërguar Allahu xhallahu shanu, nuk kam bërë një përgatitje ime, domethënë nuk kam falur shumë namazet në fila, shumë sadqa, edhe shumë haj umra, nuk kam bërë. Por unë dua Allahu xhallahu shanu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe dërguarin e tij. Atëherë dërguar Allahu xhallahu shanu ka thënë, nuk dha përgjigja. Që kur është kiamet, tha, anta ma man ahbabta. Atëherë ti do jesh me atë që ke dashuruar. Domethënë ti do jesh ditën e gjykimit me Allahu xhallahu shanu dhe profetin alayhis salam. Sot Anas radhiyallahu anhu, pasha Allahu, kur kemi dëgjuar këtë përgjigje nga goja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, kënaqësi që kemi parë nuk kemi ditur ditë herës tjetër. Pse? Se për herë kishim frikë se në dunja jemi këtu bashkë me Profetin alayhis salam, këtu është takojmë me atë. Por në kiamet, kur e gjykimi bëhet për xhennet, atëherë nuk e di pozita dërguar Allahu xhallahu shanu sa lartë janë, ku do të takojmë me atë, edhe kur na ka thënë që ti do jesh për hershëm me atë, me ke dashuruar në këtë dunja, kemi ardhur shumë i kënaqësi. Vlezër, kjo ishte dashuria Allahu dhe Profeti alayhis salam që jepte vullnet shokët Profetit alayhis salam, që Bilali tërhiqet zvar në reri e Arabia Saudit, në Aqwab, edhe ai prapë thonte ahad, ahad, la ilaha illallah, vetëm Allahu meriton të adhurohet. Ashtu Osman bin Affan radhiyallahu anhu, edhe shokët Profetit alayhis salam tjera. Vlezër, ato kishin dashuri e fortë me gjithë sunnet Profetit alayhis salam, me urdhët Allahu xhallahu shanu. Ne dim sunneti dërguar Allahu xhallahu shanu është mbajtja e izari sipër një. Osman bin Affan